merita atij që ka diçka për t'i dhënë Kosovës. Cili ka për t'i dhënë? Fatkeqësisht në praktik nuk po dëshmohet. Po? Ndoshta njerëz që janë Kosovë dinë më shumë se jetojnë i bojnë gjitha aty, po Albini ka pas një shans me tregu veten. Shumë thjesht. Edhe në aspektin e deputetëve, numrit tyne, përbërmja tyne, edhe në aspektin e buxhetit. Buxheti 20 miliard sot, parat moja janë. Po të kthehemi kështu. Më duket që po e presin me u kthy Hashim Thaçi mi tregu se si bëhet shteti. Do të thotë, duhet tipet merita atij që sot e meriton. Të ecë Kosova përpara se 10 milioni kanë harxhuar që tash për këto zgjedhje, po ti kishin investuar në shëndetësi, besoj mua nuk do të kishte pas probleme për medikamente dhe bona esenciale. Pra ti thua që të bëhet ish opozita bashk? Po ndoshta do të ishte më e mirë. Ndoshta. Shpresoj që kur të vi, që së shpejt të vi pak në vizitë. Po? Ta shoh pak një jetë pak më të mirë, një besim më të mirë të njerëz që punojnë e jetojnë aty. Po ankohen njerëz shumë për bizneset që i kanë. Rryma elektrike është bo si në apotekë, me shku me